Horoskopi ditor e mërkur 12 mars 2025. Dashi, klima në jetën tuaj në çift ka rrezik të ftohet sot. Nëse nuk doni që gjërat të marrin me njëherë të tatapjetën, qëndroni pak larg njëri tjetrit. Beqarët, nga ana tjetër, do jenë shumë në humor dhe do joshin pafund personat që do kenë rreth rrotull. Për financat do fillojë një periudhë qëndrueshme, gjatë së cilës mund të kryeni edhe ndonjë shpenzim më tepër. Demi, ju do të bëni të pamundurën që të keni një ditë të kënaqshme, por yjet do sjellin debate dhe mosmarrveshje. Ata do ju nxitin të kundërshtoni fort partnerin për çdo gjë. Beqarët nuk do pëlqejnë të krijojnë shpejt një lidhje, por do ja lënë gjithçka kohës. Në planin financiar do kryeni transaksione të rëndësishme dhe situata do jetë më stabilizuar. Binjakët, nëse partneri është shumë kërkues ndaj jush sot, bëni çmos t'ia plotësoni dëshirat. Në orët e mbrëmjes, ai do jetë më i qetë dhe më i dashur me ju. Ata që kanë pasur mosmarrveshje do pajtohen. Beqarët do vazhdojnë të jenë në kërkim të princit të kaltër, por pa shumë fat. Në planin financiar nuk duhet të ndërmeni rreziqe dhe nëse situata do jetë e paqëndrueshme. Nga porja, ditë e kënaqshme kjo e sotme për të dashuruarit. Do ja kaloni më së miri me atë që keni në krah. Do dilni dhe do argëtoheni pafund së bashku. Beqarët do kenë mundësi të provojnë emocionet e dashurisë. Personi për të cilin kanë ndërruar kaq shumë do bëhet pjesë e tyre. Financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë të mundshme, kështu që bëni kujdes me shpenzimet. Luani, debatet në çift do jenë të shumta gjatë kësaj dite. Secili për jush do mendojë se ka të drejtë dhe nuk do arrini dot të bini në konsensus. Beqarët duhet i bëjnë syt katër, sepse në një vend ku do shkojnë do takojnë personin ideal. Gjithçka mund të ndryshojë për ta. Në planin financiar do kryeni shpenzime të pamenduara dhe situata do jetë delikate. Virgjëresha, nëse doni të shijoni ashtu si duhet jetën tuaj në çift, mos i kaloni etapat me shpejtësi. Çdo gjë ka kohën e vet. Në orët e mesditës, partneri mund t'ju bëjë një surprizë të madhe. Beqarët do jenë të turpshëm dhe nuk do e pranojnë ftesat që do e bëhen. Mos prisni që t'ju luten. Financat do jenë të paqëndrueshme. Mos jepni u hua dhe mos kryeni sot investime të mëdha. Peshorja, sektori i dashurisë do jetë gjatë gjithë kohës i mbrojtur nga yjet. Do i kushtoni më tepër kohë dhe vëmendje partnerit dhe do e surprizoni gjatë gjithë kohës. Edhe beqarët do e gjejnë në fund shpirtin e tyre binjak dhe do ndihen më të plotësuar. Financat do jenë më të mira se kurdoherë, kështu që mund të lejoni vetes edhe ndonjë shpenzim më tepër. Akrepi, nëse jeni në një lidhje, duhet të mendoni 100 herë para se të merrni vendime të rëndësishme. Vërtet e dashuroni fort partnerin, por për të hedhur hapa të mëtejshme, duhet të jeni të sigurt. Beqarët nuk do e mbajnë dot mendjen të krijimit një lidhjeje, por gjithçka do e ndodhë si me magji. Në planin financiar, do jeni të matur dhe do e menaxhoni me kujdes të ardhurat. Shigjetari, ditë mjaft intensive dhe e mbushur me surpriza të këndshme, kjo është sotme për të dashuruarit. Partneri do ju mbajë në pëllëm të dorës dhe do ju bëjë të ndiheni sa më mirë. Beqarëve do ju rendojë pa mas pesha e vetmisë dhe do mërziten shumë. Financat nuk do jenë as pak të këqija. Megjithatë, mirë është të shpenzoni me kujdes edhe këtë periudhë.
Britsjapi. Ditë paksa e turbullt dhe me disa debate kjo e sotme për të dashuruarit. Mundohuni të tregoheni realist dhe t'i zgjidhni ato me shumë maturi. Beqarët do ndihen shumë mirë, ashtu si janë edhe në shoqërinë e miqve. Prandaj nuk do e ndjejnë ai shumë nevojën e një partneri. Financat do të rënditen mjaft për shkak të shpenzimeve të mëdha që do kryeni. Ujori. Influenca e yjeve do jetë e kontrakstuar gjatë kësaj dite. Jupiteri dhe Urani do nxitin debate, ndërsa Venusi do mundohet të krijojë një klimë të ngrohtë. Beqarët do kenë takime impresionuese dhe shumë shpejt do mund të fillojnë dhe një lidhje të qëndrueshme. Në planin financiar do i kaloni të gjitha vështirësitë dhe do ndiheni më në fund të qetë. Peshqit. Momentet romantike do të jenë të shumta gjatë kësaj dite për të dashuruarit. Do ndjeni shpesh si në një ëndër nga cila nuk do dëshironi të zgjoheni. Beqarët duhet të largojnë turpin nëse duan me të vërtetë të gjejnë një person me të cilin të kalojnë jetën. Plutoni do ju ndihmojë në planin financiar që ta përmirësoni dal ngadalë situatën. Do ndiheni më të qetë.